mundshme, pra të dërguara nga ne. Profesor, një reagim, do më thënë një mos reagim të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, si e konsideroni? Unë prisja që të paktën mas 2 javësh, mas 3 javësh që ja kemi dërguar gati njoftimin, të kishim sot rezultate nga ana e tyre. Daljen treg, mbledhje mostrash, bllokimin magazina, dërgim në ISOV për analiza rezultatet e tyre dhe sigurisht sot do kishim ose do na thonin ja keni futur kot ju, ose do thonin të vërtetin e situatës treg sipas tyre. Në fakt, kur ka një njoftim, kur ka disa analiza të kryera, menjëherë akuja duhet veproj. Duhet që të referohet testeve të kryera, analizave, pavarësisht rezerveve që mund të kenë, mund të marrë mostrat të tjera të produkteve, të këtyre produkteve që analizuar, për edhe produkteve të tjera, për të vlerësuar më tej situatën, duke i quar ato pikërisht në Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë, ose i laboratorë të tjerë të akredituar, të cilët akuja i zgjedh sipas përcaktimeve që ka bërë dhe ligji. Dhe mandej duhet, natyrisht duhet, nëse analizat e kryera të të nxjerrin përsëri problemen, qofse nuk u beson këtyre analizave, menjëherë duhet të vepronte dhe duhet që të tërhiqte me urdhëresat dhe me masat e merret të tërhiqte produktet nga tregu, për mos lejuar që popullata të ekspozohej me mbetje të tilla të pesticideve, të cilat janë identifikuar sipas këtyre analizave që kemi këtu mbi tavolinë. Është në një fazë akuja që ajo nuk po kryen inspektime. Shumica inspektorëve gjenden në përzyra, sipas informacionit që kam, dhe nuk dalin terren që të kryej minimumin inspektimet. Dhe mandej pas inspektimeve që të marrin mostra të kryejnë analizat jo vetëm për produktet që flasin, por për gjitha produktet ushqimore. Kështu që unë nuk e di çfarë ndodh në AKU për momentin, është në një fazë riorganizimi siç flitet, nuk kemi as riorganizim, nuk kemi as një strukturë të qartë të miratuar. Janë kryer disa testime, asgjë nuk është raportuar, kështu që një situatë e cila është konfuze. Testimet flisni për ato të Universitetit Bujqësor në fund të gushtit të vitit kaluar. Janë kryer ca ato testime. Provimet që i futen inspektorët e AKU-s, që sigurisht nuk pati kurrë një rezultat se si dole. Patjetër, dhe kështu që kjo situatë për ata institucion, për autoritetin kompetent të sigurisë ushqimore të vendit tonë, nuk i jep vlerë këtij institucioni. Kështu që menjëherë duhet, unë them që ata duhet të ndërmarrin veprime, duhet pavarësisht këtij rasti, por gjitha rastet, ashtu siç kanë filluar kohët e fundit të bllokojnë, siç dhe sasia e miellit ishin bllokuar. E bllokoi dogana në fakt. Unë nuk e di, po akuja e lançoi. Jo, AKU-ja shkoi një ditë mbrapa për të bërë atë bllokimin zyrtar për sa i takon AKU-s. Në fakt i kishte kaluar pikut. Ajo që vura re unë inspektorëve të pikut ju kishte kaluar, sepse presupozohet që kur shkon te dogana ka kaluar procedurën e pikut. Dakord, kjo procedura doganare apo nuk hyn në territorin e Republikës së Por ajo që vura re unë ishte shkaku i bllokimit data e skadencës. Vetëm data e skadencës. Data e skadencës ishte. Në miell mund të ndodhe kjo, por mund të kryesh edhe analiza bashkë me datën e skadencës, për të parë nëse edhe produkti që mund të vi në partitë të tjera dhe me datë skadencë të tjera mund të ketë patur probleme të tjera. Mund të diqe edhe gjyrmueshmëria nëse ky produkt ose të ngjashme kanë shkuar ditët e fundit ose muajt e fundit në pizzerinë tënde, timen tjetrit. Ose ku shkon ky miell orizi, se ai mund të ripaketohet e shitet pastaj në markete në sasi të vogla.